Lea. Lea. Shoqe Rozës apo Elenës? Ndave mendjen. Ha. S'kam qenë ndonjëherë shoqe e Elenës. Por ke dashur shumë ti jesh. Dëgjoj se unë nuk kam ardhur fare të justifikohem. Kam ardhur të zbatoj ligjin e kompensimit. Jo faleminderit, do të çojmë shpejt. Dhe çfarë ligji është ky kompensimit? Dëgjoj. Roza të ka parë me Elenën. E di. Edhe mendon që je i lidhur me Elenën. Pse do ta bezdis kjo gjë? Mos po bezdis fakti që ajo është me Blerin. Bleri shoku jo? Doktori Mamit. Aha. Tani pse ke ardhur këtu? Apo nuk e ke parë Blerin që vjen në shtëpi dhe kalon natën me Rëzë? Qa filmi është ky ore? Qa Bleri thua? Blerin 2 herë ka ardhur në shtëpinë tonë. Të paktën nuk e mohon. Dëgjoj. Herën e parë ka ardhur natë që mami yt pësoi krizën. Herën e dytë ka ardhur për të marrë Rozën për ta çuar te mami yt. Por Roza kishte ikur vet. Gjeti Irisin edhe iku. Çfarë do kapse Rozës këtu? Se di. Do ketë ngelur në shtëpi, se kam vënë. Mos ka ardhur kur s'kam qenë unë. Mos më ndinje. Po çdo kërkoj ajo këtu mbas gjithë atyre gjërave që i theti. Sigurisht. Kapsa që gjeta në shtëpi. Roza ka ardhur çdo ditë për Silvanën. Çdo mëngjes kur ti ke në punë, ajo vinte dhe rinte me Silvanën. Ku është? Tek qendra e fëmijëve.